Rikthehemi sërish në studio, pasi pak më parë folëm për festën Halloweenit, si festohet, arsye dhe shumë gjëra të tjera. Tashmë do ndalemi tek ana estetike, tek thonjë, tek make-upi që ne bëjmë për muajin tetor që kryesisht i fokusohet festës Halloweenit dhe jemi me dy vajza shumë të talentuara, Eugerta Roshi, artiste ne tek ose artiste thonjë, nësa mund ta themi. Kështu dhe Joana Fetau, e cila është make-up artiste. Mirë se erdhe. Joana, ti e ke qarë make-upin që ke bërë. Sigurisht që Joana ka bërë gjëra akoma dhe më të bukura, sepse i kemi parë dhe në foto. Ato janë sy, apo jo? Janë sy. E ka bërë adetin për sot. Bërë një detaj të vogël që mos ta ngarkoja dhe shumë. Po, si ka qenë kjo periudhë? Tashmë e tetorit me lukët Halloweenit, ti je angazhuar goxha, ke pasur realisht punime shumë të bukura dhe që duhet themi marrin orë të tëra. Është vërtet, më shumë e bëj dhe për pjesën e pasionit që kam, që merrem me pikturë, por është edhe pjesë e argëtimit. Kaloj shumë kohë me këtë gjë, përveç kësaj tërheq edhe shumë audiencë për gjatë kësaj periudhe, më shumë se sa tek pjesa e make-upeve të thjeshta që realizoj tek klientet në studio. Përveç kësaj të më ndihmon shumë edhe tek afrimi sa më shumë klienteve, jo vetëm për luket e Halloweenit, por edhe për luket e e ke përdorur si strategji, sa i bukur ky luku. Çfarë janë ato që ke vendosur një? Po, ato janë, i kam realizuar me argjil, që është ndërtuese, është ajo e fëmijëve. Dhe i kam lënë për një ditë që të thahet, dhe më pas janë ngjitur me... Me çfarë i ngjit? A ka një material që është një material lateks. Okej. Ka një aromë shumë të keqe, por që nuk është e dëmshme për lëkurën. Po, për foto. Kam përshtypjen që në këtë foto e ke pamundur të flasë, shumë. Është çike pamundur të flisë aty. Edhe bluza lart me poshtë është e ngjitur totalisht. Okej, dhe sa kohë ka marrë ky luk? Ky ka qenë luk shumë i shpejt. Domethënë ky për 30 minuta është realizuar. I shpejt 30 minuta thotë. Imagjino sa pas ka qenë ai që zgjat. Kush është më i gjatë? Më i gjati është 4 deri në 5 orë. Intensivisht? Intensivisht. E kemi në foto? Mund ta komentojmë? Janë ato të tjera që janë me piktura, që kanë më shumë detaje, ato të hanë ako janë. Ky për shumë ka ngrënë diku te 4 orë. Ky është dhe i bukur, sepse edhe make-upi si për pjesa syve është realizuar bukur, pa çka se ka. Plus këtë vit tek make-upet e Halloween ka qenë trend edhe sytë e ngarkuar shumë. Domethënë që i kam vënë edhe tek influencerat jashtë, se këtu në Shqipëri nuk është se ka shumë që realizojnë make-up, janë me pikatore. Por edhe trendet e make-upit nuk është se kanë qenë shumë të zhvilluara këtë vit sa që kanë qenë vjet. 3 kanë qenë më kryesore, që kanë qenë clowns, që është shoqëruar me një sound specifik dhe me një transition specifik. Kanë qenë Silent Hill Nurse, pra është inspiruar nga një film, Silent Hill. Kanë qenë edhe... Dhe çfarë luku bëhet me këtë për ne që nuk e di? Atëre është infermierët që janë të shpërfytyruara. Nuk e di nëse e keni parë. Po, tip zombish, paka shumë. Janë edhe Dimitrek, nuk e di, janë 3 motra vampire, që është frymzuar nga një lojë dhe këto kanë qenë 3 luket më të përdorshme këtë vit. Nuk është se ka pas në një të veçantë. Kanë qenë më komerç, se kryesisht në komerç kthehen këto. Gerta, thojnë, ti e një nail artiste shumë e talentuar dhe punon shumë, i punon dhe në 3D këto figura që ne thjesht mund t'i shkojmë si të premtuara, por jo, ti i bën dhe pak, dimensionale. Si kanë qenë kërkesat këtë vit? Po diskutoni pak që kanë rënë? Po, në fakt, çuditërisht këtë vit, mendoja se do kishte pak më shumë duke u nisur nga fakti që Vera kishte goxha gjëra 3D, por për këtë vit pati goxha rënje, me thënë të drejtën tek ngarkesa. Më duk sikur u fokusuan më shumë në gjërat pak më të thjeshta, ndoshta kjo fakti clean girl aesthetic që vazhdon të jetë ende prezente në gjithë muajt e vitit, ishte prezente edhe në Halloween. Çfarë quan të thjesht? Vetëm një detaj simbolizues? Një detaj simbolizues vetëm për Halloweenin, po e quajnë ndoshta një fantazëm e lezetshme, cute, që mos tjetë kështu shumë e frikshme, ndonjë rrjet e vogël me rimange, ndryshe nga këto detajet që zgjodha që të tregoja të paktën me foto. Këto kanë qenë të gjitha të viteve më përpara, vetëm njëra ishte e këtij viti dhe kjo tregon pak a shumë faktin që
kjo mania, po them ose dëshira, për të patur gjëra të ngarkuara tek thonjtë e Halloweenit sikur ka rënë pak. Më duket sikur më shumë po drejtohet, po, më shumë sikur po drejtohet për t'i bërë pak më të thjeshta, më të këndshme, ndoshta me ngjyra, po i quaj më të përshtatshme dhe për pjesën tjetër të muajit. Po, ndryshe nga herët e tjera që... Pra më mirë apo më keq? Çfarë do të thotë kjo për biznesin? Faktikisht nuk do ta quaja as mirë as keq. Letë pak orët e punës, me po, vetëm kjo është ajo që gjithsesi unë kam me shumë dëshirë këto, po themi pikturat, po. Në qoftë se nuk i bëjnë një kliente, mundohem t'i bëj tek motra, mundohem t'i bëj në këto thonjtë false, thjesht për demonstrim që dhe unë të tregoj punën time, po që nuk mendoj se do ta quaja as mirë as keq, sepse sidomos pjesa e thonjve është totalisht gjë dëshire që klientja do ta mbajë gjatë gjithë muajit, edhe as unë vetë nuk kam atë dëshirën që t'i imponoj, po themi, për të bërë diçka që nuk do ta mbanin për shumë gjatë. Ndjekim shumë ne këto? Po, me thënë të drejtën, diçka që e kam parë nga jashtë. Po, goxha. Tek thonjtë, sidomos tek thonjtë, nuk e di shumë për pjesën e make-upit që të flas. Tek thonjtë ndiqet shumë. Mjafton që ta bëj Hailey Bieber një punim thonjsh dhe të gjitha e kërkojnë, po. Domethënë ndiqen shumë nga trendet, gjithmonë vinë me një foto reference kur bëhet fjala për thonjtë, paçka se sigurisht që ne bëjmë edhe diskutime së bashku për gjetur një të mesme të artë që çfarë i përshtatet klientit e të gjitha me radhë, por që ndiqen shumë, i ndjekin shumë. A kushtojnë të lloj modelesh, to që janë me art 3D, që ty të merr shumë më shumë kohë, derisa mund të shkojnë si çmime? Që ka hallet shqiptare. Ta dim. Po, që kanë këtë lloj angazhimi. Shumë po. Shiko, diçka që duket shumë e ngarkuar mund të jetë edhe shumë e thjeshtë dhe bëhet shumë shpejt, varet nga edhe nga koha që merr dhe nga fakti sa unë kam arritur që ta përshpejtoj si gjë dhe çmimet variojnë. Unë gjithmonë mundohem që ta diskutoj me klientin paraprakisht, që edhe klientit mos t'i vi surprizë fakti që çmimi do jetë goxha më i lartë se sa hera e fundit që ka ardhur tek unë, po që variojnë nga, po them, 30.000 lekë të vjetër deri edhe kam bërë thonjë edhe 80.000 lekë, 90.000 lekë të vjetër, kur kam patur shumë detaje, ka qenë në raste ku mund më është dashur t'ja marrë edhe 7-8 orë vetëm me një kliente për t'i përfunduar. Çfarë ke bërë në këtë rast? Nuk ka qenë në rast për Halloweenin në fakt, po këto të Halloweenit janë thjesht pak më të shpejta, po i quaj. Po ideja është që gocat investojnë dhe marrin edhe kohët e të ardhra lekë në këtë rast për të paguar, thonë që ndoshta mund t'i mbajnë edhe për një javë. Ka ndodhur që t'i mbajnë? Se i pagoni u vajza i shumë? Për thonjt po. Po, roba po. Kanë fajt shumë atë që i hanë thonjtë. Në fakt, Gerta duhet kështë thonë çmime shumë herë më të larta, që t'i tremnin pak ta, ose t'u merrnin lek shtesë. Të bënim ato trendin që thonjt më kushtojnë 150.000 lekë. Por, Joana, për make-upin, si është parë këtë vit? Janë përkushtuar shumë edhe personazhet? Atëherë, ose çfarë kam parë apo ka rënje pak? Me sa kam parë, personazhet këtë vit janë fokusuar më shumë tek veshja, që unë mendoj që nuk është pjesë karnavali, domethënë Halloweeni. Ndërsa tek pjesa e make-upeve ose detajeve nuk janë fokusuar shumë. Unë që shpenzoj shumë kohë në TikTok, që shoh shumë trende, nuk kam parë asnjë edhe influencers, vetëm një personazh kam parë. Po, që qenë Marina që bëri diçka vetë me make-up. Dhe ato e bëri për të reklamuar brendin e saj, por sidoqoftë bëri diçka të frikshme. Po, ndërsa të tjerët nuk është se janë impenjuar daj shumë. Këtë vit më shumti janë impenjuar për aq sa ndjekës që kam unë, ndjekësit që kam unë në TikTok, që bëjnë ndonjë detaj nga ato çfarë realizojnë tek luket. Do me thënë ju marrin si ide. Ndërkohë ju që keni profesion dhe jeni make-up artiste, ju e bëni edhe për shkak të reklamës, apo jo? Që ju duhet patjetër që t'jeni prezente. Dhe unë me sa kam parë më shumë gocat që kanë hetur janë ju vetë. Po. E bëni vetëm për këtë gjë, apo edhe e festoni? Ti personalisht do të festosh? Unë gjatë gjithë ditës, sepse unë tani do shkoj direkt në studio, gjatë gjithë ditës do jem me një look tjetër në studio, kështu që do ta festoj në një farë mënyre. Okej, duke bërë dhe gocat të tjera. Ke kliente që dëshirojnë të lyen? Ka, por në Durrës, duke qenë se në studio punoj në Durrës, është pak e vështirë. Imagjino dhe kur dola në lagjet, të shofin çik çuditshëm. Pra mendoni që vetëm në Tiranë është... Po, e ndjejnë pak më shumë të atmosferën, ndërsa në Durrës është shumë pak. Çfarë të kërkojnë konkretisht për Halloween? Çfarë lukesh? Kërkojnë detaja shumë të...
edhe në qoftë se kërkojnë detaje shumë të vogla, nuk duan diçka të ngarkuar, duan diçka minimaliste. Më shumë ti kam dëgjuar që duan të bëhen si Zana, duan diçka të ëmbël që nuk I përshtatet festës, por që Se të ka dikush për shumë të më bëj pak të frikshme ose të shëmtuar. Më bëj një zemër, më bëj një merimang, këto gjërat e thjeshta minimaliste. Dëshojnë të vogla minimaliste, nuk është se preferojnë të luket që realizojnë. I pëlqejnë të shohin, të komplimentojnë, por të këvetja nuk është se Më duket sikur vajzat paktën atë në perceptimin tim, më duket sikur gjithmonë më shumë po drejtohen te vetja, po I bëjnë vetë në shtëpi. Ndoshta jo gjithmonë I arrin shumë mirë, por që e tentojnë këtë gjë. Sepse është diçka që kushton më shumë se make-up-i natyral. Sa shkon një make-up I tillë me këtë lloj angazhimi që ti ke, the 4-5 orë të make-up? Relativisht më shumë se 60. Më shumë se 60. Domethënë është minimalja, sepse të shpenzosh 5 orë me një look të tillë është pjesa e shpenzimeve të produkteve, nuk është se është çfarë produkte janë specifike për të lloj make-up-i? Janë specifike. Sepse ndonjë herë pas here disa mund tentojnë ta bëjnë, por nuk I del ashtu siç duhet për shkak të produkteve. Ka shumë mundësi që mund t'i bësh edhe vetë. Për shembull, fake skin mund ta bësh me vazelinë, me pak miell, me pak fondatin, edhe ngjitet në lëkurë dhe bëhet shumë lehtësisht. Fake blood mund ta bësh me pak nëse ke penela në shtëpi që nuk janë shumë të dëmshme edhe për lëkurën, me pak lip gloss që duket I shkëlqyeshëm. E përmbushtë. Pastaj produktet që janë specifike janë pak të shtrenjta. Tani janë futur edhe këto dyqanet online që I gjen shumë më lehtësisht dhe pak më lirë, por që të kujdesesh edhe pak për lëkurën, normalisht që do investosh pak më shumë. Po gjithsesi unë mendoj se pjesa e të bërit në shtëpi, mendoj përveç aksesimit të lehtë të produkteve, normalisht mund t'i gjesh shumë kollaj, si shta dhe Joana mund edhe të bëhen në mënyrë vetë në shtëpi DIY, po është edhe ideja e praktikës. Fakti që ti e merr atë nismën që ta bësh vetë, do që ta provosh disa herë që të dali e sakt, po e quajmë ose ashtu siç të dëshiroje. Ose ndryshe do dalësh komplet me njolla. Në momentin që ti e bën vetë në shtëpi, asnjëherë nuk mund të presësh atë rezultatin njësoj siç e sheh tek një person që merret gjatë gjithë kohës me ato punë. Ndryshe nga thonë që nuk guxojnë dot I bëjnë në shtëpi, apo tentojnë të gjithë ndonjë gjë. Po, edhe tentojnë, po normalisht pjesa e thonjve është shumë herë më e lodhshme se sa po them e make-upit, mendoj nga çështja e kohës, e teknikës, e gjitha me radhë. Dhe vetë fakti që është e lodhshme, sikur I step pak më shumë që mos ta provojnë në shtëpi, se është procedurë pak më e gjatë, duhen ndoshta edhe pak më shumë produkte, ndërsa te make-upi një vajzë zakonisht produktet e make-upit I ka në shtëpi, kështu që nuk është. A kanë tendencën vajzat që t'i bëjnë thonë më të gjatë, mos I shtring këtë periudhë për Halloween, paktën për një muaj? Në fakt, kjo ka ndodhur këtë vit, që nuk është se kanë tentuar që të dalin nga zona e tyre rehatis vetëm për Halloween. Në vajza që nuk I mbajnë thonjtë e gjata, zakonisht gjatë gjithë vitit, as këtë herë nuk e kanë bërë për Halloween. Ndryshe nga vite më përpara që edhe kanë patur dëshirën që ta provojnë një herë një palthonjë të gjatë, ekstravagant, po I quaj. Këtë herë nuk e kanë patur atë dëshirën. Të vetmet vajza që mund t'i kanë bërë thonjtë më të gjata se zakonisht, kanë qenë ato që I mbajnë deri diku vetë. Ose janë të ato falcot që I vendosin sa për një ditë. Po, sa për një ditë. Po, një prej atyre, unë kam një nga fotot është prej atyre thonjve që mund vendosen dhe hiqen sa herë të dëshirosh, dhe ato janë një zgjidhje e mirë në momentin që ti dëshiron që të krijosh një pamje, këto janë ato thonjt që mund edhe ti heqësh edhe ti vendosësh. Ideja është që është një zgjidhje e mirë për një pamje që do ta krijosh për thjesht një ditë dhe pastaj të vazhdosh me pamjen tënde normale për ditët e tjera. Joana, a ka djemë që preferojnë të bëjnë të tilla make-upe, se unë dhe djemët I shoh shumë të angazhuar? Djemët nuk angazhohen fare të kjo pjesë. Vërtet? Po në rrjetet sociale I shoh mos e të gatshëm për gjetur veshjen. Me sa kam parë unë nuk angazhohen fare as tek pjesa e veshjeve, as tek pjesa e make-upit. Do shta influencerat mund ta kemë pak. Influencerat është gjë tjetër. Po tek djemët e tjerë normal nuk bëhet fjalë, domethënë që të angazhohen. Çfarë mendimi ke Joana për djemë që luajnë syt me zez? Unë personalisht si make-up artist që jam, unë nuk gjykoj dhe nuk paragjykoj askënd, biles më pëlqen njerëzit. Nuk paragjykoj hoxha. Do paragjykoj Joana.
Njerëzit janë të lirë të bëjnë zgjedhjet e tyre. Po. Okej, Mua më shpëtove. pëlqen, po kushtohen, sepse tregojnë që hyn dhe ata në personazh, bëhen pjesë e festës, po. Shiko, unë mendoj se këto janë edhe gjëra shumë të vogla dhe të këndshme, pa i bërë dëm as kujt, kështu që pse mos t'i bësh, në fundit është diçka që as nuk dëmton as veten, as shoqërinë për rreth, pse mos ta zbukurosh pak veten në mënyrën se si ti e preferon që ta bësh atë gjë. Ju do e festoni goca sot festën, do dilni? Unë personalisht jo. Do jetë në punë me sa shoh. Jo, sot e kam pushim. Sot pushim, po normalisht kur je vetëm me një ditë pushimi gjatë gjithë javës, ka shumë gjëra të tjera për të mbyllur dhe vendosa që ta shfrytëzoj në mënyrë tjetër. Do të dalë në studio, nuk ka mundësi për të dalë për shkak të angazhimeve, por Po të bësh gati shumë goca që do dalin edhe ta festojnë. Se dalim dhe ne vetë, përgatisim njerëz për të bërë gati, në duket dhe ne sikur po dalim dhe ne. Vajza, shumë faleminderit që erdhën, shumë të mira. Dhe ju shoh puna jo vetëm për këto festat, po edhe në përditshmëri, se gocat janë shumë talentuara dhe gjuna që ti profilizojnë vetëm te luket e festave. I keni në konsiderat e gjeni punën tuaj zotit në rrjetet sociale, kështu që shumë faleminderit. Mirë, kemi mbyllur në këtë pjesë të dytë, pas të arrim pas pak do kemi një super artist, një rockstar mund ta quajmë me sa shumë pas ka vesh një kostum Halloweeni apo jo? Si mund të kemi një festë Halloweeni pa një rockstar? Po. Nuk bën se. Kështu që të zbuloni pas pak, dhe pse ne ju thamë në mëngjes, po për ata që na kanë ardhur janë bashkuar tani në emision, do ta zbuloni pas publicitetit. Vim shumë shpejt.